Në vitin 2007, biznesmeni Arjan Tartari fitoi koncesionin për shfrytëzimin e 4 vendburimeve të naftës në jug të Shqipërisë: Gorisht Kocull, Cakran Mollaj, Ballsh Hekal dhe Delvin. Një vit më pas, qeveria vendosi një rent minerare prej 10% për koncesionarët e naftës. Kompania Stream Oil kërkoi kompensim duke u mbështetur në klauzolën e stabilitetit në kontratë, por kërkesa nuk u pranua. Si pasojë, kompania filloi të akumulonte detyrime të mëdha ndaj shtetit, rreth $27 milion ndaj Alpetrol, $7.6 milion ndaj Tatimele dhe rreth $4.1 milion ndaj AKBN-s. Në vitin 2014, Tartari ja shiti koncesionin kompanisë amerikane Transatlantic Petroleum, e cila pas 2 vitesh e transferoi atë tek GBC Oil, një kompani e regjistruar në Ishujt Cayman. Në vitin 2017, Altpetrol vendosi të rikthente në administrim shtetëror këto vendburime, duke argumentuar se kompania nuk kishte përmbushur detyrimet dhe kishte borxhe të mëdha ndaj shtetit. Pas këtij vendimi, GBC Oil i u drejtua arbitrazhit ndërkombëtar në Zyrih, duke kërkuar rreth $100 milion dëmshpërblim. Në korrik 2020, gjykata e arbitrazhit rrëzoi pjesën më të madhe të pretendimeve, por i njohu kompanisë kompensim prej $12.7 milion për rentën minerare. Ndërkohë, kompania kishte marrë financim për procesin gjyqësor nga fondi Omni Bridgeway. Më pas, përmes një marrëveshjeje transferimi, të drejtat mbi kompensimin e arbitrazhit i u kaluan këtij fondi, ndërsa borxhet ndaj shtetit mbetën tek GBC Oil. Pas falimentimit të kompanisë, detyrimet ndaj shtetit mbetën të pashlyera, ndërsa vendimi i arbitrazhit vazhdon të mbetet në fuqi.